Këtë të premte është zbuluar në kryeqytet një magazinë në të cilën fshihej lëndë narkotike e cila përgatitej për t'u shitur më pas në doza. Gjatë operacionit policor të koduar Warehouse janë vënë pranga 5 persona. Konkretisht është arrestuar 25 vjeçari me iniciale XZ, 21 vjeçari me iniciale RK, 37 vjeçari me iniciale EG, 22 vjeçari me iniciale AC dhe 22 vjeçaria me inicialet AK të 5 banues në Tiranë. Në rrugën Myslim Keta gjatë kontrollit në magazinën e 21 vjeçarit me iniciale RK me veprimtari prodhimin e paletave të drurit u gjetën një valixhe me 9 kg lëndë narkotike, dyshuar kanabis dhe një armë zjarri pistolet. Nga hetimet dyshohet se sasia e lëndës narkotike është transportuar nga Sukthi në Tiranë nga 25 vjeçari me iniciale XZ në bashkëpunim me 22 vjeçaren. Gjatë ndërhyrjes së policisë në magazinë u konstatuan 22 vjeçari me iniciale AC dhe 37 vjeçari me inicialet EG. Gjatë kontrollit fizik, 37 vjeçarit ju gjet një sasi lëndë narkotike kokain. Në vijim të veprimeve procedurale gjatë kontrollit në banesën e 37 vjeçarit u gjetën një armë zjarri pistolet dhe 2 armë të ftohta. Hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale, ndërkaq materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.